Jemi rikthyer, jemi në studio dhe në fakt në këtë pjesë të emisionit do të flasim për infeksionet në veshka. Si lindin, se mos jemi dhe se dim për shembull. Se mos na ka lënë gripi ndonjë shenjë. Gjitha këto jemi me doktoreshën nefrologe Marsita Duli. Mirëmëngjes, mirë se erdhe, shumë kënaqësi. Mirëmëngjes. Është super kënaqësi dhe ti merr komplimente sidomos për flokët. Fantastik. Tani unë të bukur. Shumë të bukur. Unë të pyeta për këtë pjesën a të lën virozat në një infeksion në veshka, në një problematik, se disa e vërtet qëndron apo jo? Në përgjithësi, virozat shoqërohen edhe me një rënje të sistemit tonë imunitar. Kështu që patjetër që predispozicionohemi edhe për mbivendosjen e infeksioneve të tjera bakteriale në organizmin tonë. Pra, jo vetëm mushkërinë siç jemi mësuar apo otite që kanë qenë shumë komune, tonsilitet përgjatë kësaj periudhe, por janë bashkëshoqëruar edhe me infeksionet të traktit urinar. Patjetër, si çdo sistem tjetër, virozat mund të lënë pasojë edhe me infeksionet të traktit urinar. Është një viroze pa trajtuar mirë? Një viroze e cila është... Në përgjithësi janë virozat të cilat gjejnë një sistem të organizmit të cili nuk është i fuqishëm, pra ka disa deficite, pra është më i dobët, dhe duke u mbivendosur e dëmtojnë akoma më shumë sistemin tonë imunitar, dhe në këtë mënyrë bëhemi prej e mbivendosjes baktereve, të cilat lulëzojnë në rastin konkret në traktin tonë urinar dhe shfaqen me simptomat të përgjithshme, të shqetësimeve. Simptomat menjëhershme apo pas një farë kohe që ti ke qenë me virus? Jo, në përgjithësi mas disa ditëve. Atëherë kur është edhe kulmi i luftës midis sistemit tonë imunitar dhe virusit, atëherë kur jemi më të dobët. Simptomat që lidhen me infeksionet urinare janë secili nga ne mund të ketë përjetuar, kush nga ne nuk ka përjetuar në jetën e tij një infeksion urinare, kështu që janë të përgjithshme, të cilat orientojnë qartë qytetarin. Pra, fillon direkt me një djegje në urinë, fillon me një urinim pak më të shpesh, ndonjëherë zgjohemi natën, nuk mbajmë dot urinën, diçka nuk është e qartë ke urina jonë, na shqetëson ngjyra kur e shohim në mëngjes. Cili e njeh trupin e vet. Patjetër, po. Dhimbjet janë në përgjithësi të lokalizuar në fund të barkut, por nganjëherë kur përparon infeksioni dhe nuk zgjidhet situata në kohë, mund të shoqërohet edhe me shenjat e tjera që janë më të rrezikshme, kur tregon që përveç rrugëve të poshtme janë prekur edhe rrugët e sipërme, veshka për shembull, dhe atëherë shenjat janë pak më të rënda. Spazmat janë më të forta, pra dhimbjet janë më të forta dhe kryesisht janë në mes. Dhe dhimbjet janë në mes. Pastaj kemi ethet, fillon e shfaqen ethet, temperatura, pra fillon pas kalimit të gjendjes virozës, fillon një temperaturë e re, fillon një gjendje tjetër infeksioze, që është bakteriale. Viroza, po, është një dhimbje mesi, është ethet, fillon nganjëherë nauzeja, pra të përzierat, të vjellat, të cilat na sugjerojnë që diçka më e rëndë se sa një infeksion i rrugëve të poshtme është instaluar në organizmin tonë. Kjo është diferenca mes infeksionit urinar dhe infeksionit të veshkave. Pra, infeksion urinar themi, por ka të bëjmë që prek rrugët e poshtme në fillim dhe më pas mund të zhvillohet edhe në rrugët e sipërme të urinës. Kur flasim për rrugët e poshtme janë formën e cistiteve, që janë dhimbjet në fund të barkut. Në përgjithësi nuk kanë shenja shumë alarmante, më të zhvilluara janë shenjat e urinimit, pra shqetësimet e urinimit, në djegje, në dhimbje, urinim të shpesht, pra janë shenja më minimaliste. Ndërsa kur infeksioni përparon ngjitet lart në veshka, shenjat janë pak më të rënda dhe fillojnë me shenja më sistemike, më të përgjithshme të organizmit, me temperaturën, siç u thash, me nauzen, të vjellat, kputjen, debulesën. Nëse kurojmë kurimin vetëm me infeksion urinar, mund të mos arrim në infeksion të veshka? Po, në qoftë se infeksioni i rrugëve të poshtme urinare zgjidhet në kohën e duhur, në formën e duhur, dhe nëse subjekti, pra individi, është i shëndetshëm, nuk ka dëmtime të strukturave të aparatit urinar, pra nuk ka lindur me defekte, nuk ka pësuar operacione, ndërhyrje gjatë jetës e kështu me radhë, patjetër që zgjidhet në kohë dhe evitojmë një infeksion më të rëndë në trupin tonë. Kur duhet ta nisim trajtimin, sa ditë pas simptomave të para? Unë mendoj dhe protokollet referojnë që duhet në mënyrë të menjëhershme.
Pra, momentalisht shfaqet sepse më ndodh shpesh që dëgjoj zonja apo zotëri që shprehin shqetësime të një infeksioni të rrugëve të poshtme të urinës dhe shprehen mora një bustim, mu qetësun simptomat. Nuk është zgjidhja e duhur, sepse disa bustina që cilat mund të jenë integrator ushqyes, pra apo disa qetësues të dhimbjes momentale nuk e zgjidhin situatën. Ato për momentin qetësojnë, lehtësojnë simptomatikat, por nuk janë zgjidhje. Dhe dëgjoj dhe shprehen që kjo gjë ndodh rëndomt, por ndodh edhe shpesh. Jo vetëm me një situatë, ajo përsëritet situata mbas një muaji, e zgjidhin përsëri në të njëjtën mënyrë dhe kjo bëhet prej, këto individ bëhen prej e zhvillimit të infeksioneve të përsëritura. Pra, në momentin që shfaqen simptomat, qoftë se nuk plotësohemi me ekzaminimet, analizat, nuk marrim mjekimin e duhur, ne bëhemi prej një infeksioni kronik më pas në trupin tonë, të cili ka edhe pasoja për shëndetin kronike. Përveç medikamenteve të trajtimit, është rekomendueshme që ndoshta të shtojmë sasinë e lëngjeve për të pastruar trupin, toksinat? Ka një sër gjëra që ne mund të bëjmë dhe duhet të bëjmë. Në radhë të parë duhet jemi shumë vigjilent sepse infeksionet nuk shfaqen vetëm mas virozës, por kanë edhe disa faktorë të tjerë risku që na shfaqen infeksionet. Femrat janë prej e infeksioneve. Po, më shumë. 60% e femrave në jetën e tyre përjetojnë infeksion dhe vetëm 12% e meshkujve. Pra, imagjinoni çfarë raporti është midis femrave dhe meshkujve. Në përgjithësi femrat që në moshën fëminore, pediatrike, për shkak edhe të anatomisë, strukturës, që ajo uretra e gjinisë femërore është më shkurtër, me njëherë mund të kontaminohet edhe nga përbërjet fekaloide të përdorimit, mbajtjes gjatë pampersave, pra nëna duhet jenë shumë të kujdesshme në gjininë femërore, sidomos, por edhe duhet jetë të kohës gjatje, pra epelenave, po patjetër. Pastaj fillon një periudhë tjetër në femrën që është shumë e rëndësishme, që është periudha e zhvillimit dhe aktivitetit seksual. Pra të gjithë femrat të cilat janë në periudhë aktive seksuale, me rritjen e aktivitetit seksual, rritet edhe predispozicioni për të bërë infeksione urinare. Pra, sa më shumë seks të bëni, aq më shumë jeni të predispozicionuar për të bërë infeksione urinare. Por edhe ndrimi i partnerëve është një element krucial në zhvillimin e infeksioneve urinare. Gjatë kësaj periudhe, zonjat, gocat, zonjat përdorin shumë deodorant, përdorin dushe vaginale, të cilat gjitha predispozicionojnë, prishin ekuilibrin e mikrobiotës të rrugëve urinare, seksuale dhe predispozicionojnë. Pra, nuk rekomandohen. As ato që kanë lidhje me jo pH-i, jo po vetë duhet jemi larget në përgjithësi duhet të respektojmë pH-in, duhet të ruajmë ekuilibrin e mikrobiotës, si që thash, pra florës normale të urinës, vaginës, traktit gastrointestinal, po ashtu nga ana tjetër mos respektimi i kushteve të higjienës, që do të thotë të bëjmë në vend një larje të bëjmë një dush më mirë, sidomos një urinim dhe një dush i mirë pas një aktiviteti seksual është i rekomanduar për të gjithë gocat në periudhën seksualisht aktive. Duhet kenë kujdes kur ato trajtohen për infeksione, duhet të trajtohen përgjithësi dhe në çift, duhet kontrollohet dhe partneri tjetër në të gjitha rastet. Sa ta vërtet mund mos kenë infeksione në veshka, po. Po, e qartë. Mund t'i lëmë kaq jashtë. Kaq jashtë, po, sepse pastaj infeksioni ngelet dhe bëhet komun në çift, po patjetër. Pastaj zonjat nuk shpëtojnë edhe kur fillojnë ndryshimet hormonale në menopauzë, si pasojë e ndryshimeve hormonale, përsëri janë të brirura për infeksione. Kështu që për gjininë femërore janë të destinuara zonjat për të qenë të prirura për të bërë infeksione. Ndërsa meshkujt në përgjithësi tek ai 12% kush janë ato rrisjet? Rrisjet janë aktiviteti seksual. Pra duhet jenë shumë të kujdesshëm, sidomos kur ndrojnë partnerët, të përdorin masat e duhura mbrojtëse
në këto raste, sepse rrugët urinare dhe rrugët seksuale tek gjinia mashkullore janë sidomos në një pjesë janë të njëjta, kështu që infeksionet seksuale bashkëshoqërohen me infeksionet urinare dhe anasjelltas, kështu që duhet të jenë shumë të kujdesshëm. Pastaj në moshën adulte të vonë fillojnë problemet e prostatës. Pra kemi hipertrofin e prostatës, benignë, dhe kjo i kushtëzon dhe i predispozicionon për të bërë infeksione urinare. Për të posë përmend pastaj që ka njerëz që lindin me probleme, po flasin në përgjithësi për ata që nuk e kanë të shëndetshëm, që janë të shëndetshëm dhe kush janë faktorët që ti riskojmë, se patjetër pastaj pjesa tjetër që ka defekte të lindura, ka ndryshime të traktit urinar, apo edhe që hospitalizohen dhe vendosin ndonjë kateter, patjetër që është evidente shkaku. Ka ardhur tek ju doktoresha një pacient, një vajzë për shembull që mund ta ketë lënë gjendjen totalisht agravuar dhe ka ardhur në momente që ka qenë, le të themi, duhet të shtrohet në spital, të marrë një mjekim të posaçëm dhe në të kundër mund të kishte bërë që mund të kuroj në shtëpi me medikamentet që mund t'i kishte dënë. Patjetër. Dhe pse se ka kuptuar? Nuk janë të rralla. Unë mendoj se ka dy komponentë të rëndësishëm. E para është individi. Individi që varet në momentin e shfaqjes simptomave ku e kërkon shërbimin shëndetësor. Pra, preferon ta zgjidhë siç e kanë zgjidhur disa të njohurat e veta. Me referencë, pra përdorin medikamente sipas eksperiencës të familjarëve të njohurve, që është një gabim i jashtëzakonshëm. Preferojnë të zgjidhin në farmacinë sa më të afërt përmes, siç ju thash, një bustine dhe qetësohen momentalisht, ndërkohë infeksioni përparon, por patjetër që ka raste që shfaqen infeksionet, nuk shkojnë ke specialistit tek mjeku nefrolog dhe marrin mjekime nga mjekët e përgjithshëm, nuk referojnë shpeshtësinë e shfaqjes së infeksioneve apo nuk marrin një vizitë dhe një këshillim të duhur për rutinën e tyre dhe faktorët që përmendëm. A gënjen në raportime? Nuk janë të rralla rastet, por përmes intervistës mjekësore, detajimeve, vizita në përgjithësi në këto raste është pak më gjatë koha që i kushtojmë pacientëve, sepse duhet që të kuptojmë çfarë ndodh me rutinën, sidomos në rastet kur infeksionet shfaqen më shpesh se sa 1-2 herë. A janë raste të shtuara tek adoleshentët? Ka raste të shtuara të infeksioneve tek adoleshentët në mënyrën si keni parë ju mbase? Adoleshentët jo aq shumë se sa adultët në përgjithësi, femrat adultët e hershme, zonjat në menopauzë, këto janë kategoria e gjinisë femërore, ndërsa për meshkujt janë meshkujt të cilët ndryshojnë partnere dhe ato të cilët vuajnë nga prostata. Duhet patjetër që një njerëz që ka kronike infeksionin urinar dhe infeksionin në veshka duhet të ndjekë një regjim të përcaktuar për të mos përsëritur shumë në kohë, ndoshta stili jetesës, ushqimet që konsumon, lëngjet gjithashtu. Absolutisht po. Të gjithë duhet kemi një rutinë të shëndetshme të tonën, duke filluar nga higjiena, pra duhet i mësojmë gocat si të lahen, është roli edukativ i prindit, mënyrën se si pas larjes të fshihen nga para mrapa, pra në disa rregullat përcaktuara, kozgjatja e përdorimit të masave mbrojtëse, sidomos në periudhën e ciklit menstrual, mos jetë e tezgjatur, mos ketë përdorim të përditshëm, veshmbathjet se si duhet të jenë, se çfarë lloj veshmbathjes me çfarë përmbajtje duhet të jenë, sasia lëngjeve që duhet konsumojmë, shpeshtësia e urinimit është e rëndësishme, nuk duhen mbajtur urinat për kohë të gjatë. Nga ana tjetër duhet patjetër njerëzit që udhëtojnë për shembull kanë të zgjedhur njerëzit patjetër ose që rrinë ulur po varet edhe nga pozicioni i punës, vendi i punës, edhe gjatë udhëtimeve patjetër në momentin kur bëjnë autostope duhet të shfrytëzojnë për të kryer nevojat personale. Kupton, kështu që ka një zgjidhje për çdo gjë. Mjafton të marrim informacionin e duhur dhe ta përditësojmë dhe ta vëmë në zbatim në përditshmërinë tonë. Si ndikon përdorimi i kripës ose ushqimeve pikante
veçantë dhe me shumë krip të këta person? Në fakt ushqimet me krip predispozicionojnë për më shumë për të bërë kristale. Dhe gjithmonë kristalet janë shkaktar të infeksioneve urinare. Por nga ana tjetër, dhe nëse ne bëjmë infeksionet të shpeshta urinare, predispozicionohemi për të bërë kristale dhe gur në veshka. Pra, është një lidhje e ndërsjellët e njëra tjetrës, edhe kristalet gurët na bëjnë pre e infeksioneve, po dhe infeksionet na bëjnë që na rritet sasia e kristaleve. Mund të marrim këto infeksionet, doktoresha, nga përdorimi i tualeteve publike? Tualetet publike, ambientet publike, saunat, banjët turke, pishinat. Më lejoni t'ju them një fakt të rëndësishëm që një individ i cili nuk respekton pra kushtet higjienike në frekuentimin e këtyne pishinave, po le të themi të realizoj një dush para se të vendosë, sa të filloj pishinën apo saunat, banjët turke, apo qofte dhe nëse ka patur një viroz diarre pra përpara, nuk duhet i frekuentoj. Pra një individ i cili ka diarre dhe është shëruar nga diarrea, për një javë nuk duhet frekuentoj këto ambiente publike, sepse bëhet shkaktar infeksioneve për të tjerët. Pastaj, pa tjetër, do filloj sezoni tani verës, jemi në temperaturat po ngrohen, kujdes me pishinat, kujdes me ambiente duhet të jemi të sigurt për sigurinë e higjienës së këtyre ambienteve. Po pjesa e tualeteve publike, si mund të shmanget kjo pa mirë? Ajo është ideja që edhe faktori që ju thatë më përpara, nuk duhet mbajtur urina, po, nuk duhet mbajtur, po duhet të kemi disa masa paraprake në procesin e urinimit, të cilat mund të na ndihmojnë. Distanca ndoshta. Absolutisht, distanca për gocat, se meshkujt janë më të mbrojtur nga ky aspekt. Janë komod në këtë aspekt, por patjetër edhe higjienizimi, marrja e masave mbrojtëse, kur jemi në lëvizje, sepse njerëz të ndryshëm kanë tipologji të ndryshme të punës. Për disa kohësh u bë një video shumë virale, vendosja e fasoletave, kartopicetave, letrës higjienike sipër, domethënë, dhe më pas mund të, nëse vajzat zgjedhin që të ulen, domethënë, kjo i shkakton një rrezik të shtuar. Është e vërtet? Shiko, janë disa teori. I bie që ne që punojmë në nefrologji, ku kemi pacientë të cilët janë me infeksione, do ishim gjithkohën me infeksione urinare. S'do na shkputesh infeksioni urinar, kështu që sepse ambientet e punës ato janë, banjot ato janë, kështu që por ajo që është e rëndësishme është që ne për çdo lloj infeksione, sepse nuk flasim vetëm për infeksione urinare, po edhe për një viroz që ne kalojmë për një infeksion tjetër, e rëndësishme është jemi të ngjërgjeshëm dhe të përmirësojmë sistemin tonë imunitar. Pra, nuk ka infeksion nëse sistemi ynë imunitar, dhe nëse ne respektojmë kushtet higjienike, të bëhet dominant në organizmin tonë. Pra, duhet të fuqizojmë përmes ushqyerjes, përmes suplementimit, të kemi një sistem imunitar sa më të shëndetshëm. Ka ndonjë vitamin që e stimulon ruajtjen ndoshta të këtyre infeksioneve? Nuk ka një vitamin specifike, mendohet që ka efekte, pastaj kur bëhet fjalë për infeksion, ne përdorim vitamina dhe integrator alimentar shumë të rëndësishëm që janë edhe përfshihen edhe në protokollet tona mjekësore, që parandalojnë më pas edhe përsëritjen e infeksioneve, trajtojnë ato në kohë, për shembull boronicën e kuqe, D-manoza, vitamina A është shumë e rëndësishme, të cilat ne i kemi në përbërje specifike dhe ja rekomandojmë pacientëve tanë. Por patjetër vitamina D është kryesore për sistemin ton imunitar dhe ndihmon jashtëzakonisht. Po tani që ngrohet koha, kam përshtypjen si gjithmonë këshilla kryesore pjesa e ujit, hidrimi dhe mbi gjitha çfarë lëngjesh mund të konsumojmë këto kohë. Në përgjithësi, uji në përbërjen e vet është kryesor, le të themi, por patjetër që edhe lëngjet kryejnë të njëjtin funksion. Po kur themi për lëngjet, të tentojmë ke lëngjet natyrale. Domethënë, mendojmë që është vap, nuk përdoren çajrat, po mund të përdorim çajrat e ftohta. Kur themi çajra mund të jenë edhe lëngje frutash, por duke
qenë të kujdesshëm për sasinë e sheqerit që konsumojmë, ato mund të jenë të diluara, mund të jenë të holluara me ujë, pa humbur shijen dhe kënaqësinë që ato na japin, por nga ana tjetër jo ato alkolike, jo pije të cilat jenë të gazuara, nuk janë të shëndetshme për gjithë organizmin tonë, aq më tepër për traktin gastrointestinal, për infekcion. Doktoresha, shumë faleminderit. Shumë interesante dhe shpresoj që të marrin gjithë informacionet e nevojshme dhe të kenë kujdes dhe shkojnë tek mjeku pastaj direkt. Okej. Mirë, mbyllëm ditën e sotme. Shumë informacione, shumë çka folëm, që kështu më pas do të keni mundësi për hapësirën e kuzhinës dhe bashkë do shihemi nesër. Javë sa më të mbar. Javë të mbar.